Fjala për dhunën e ushtruar ndaj protestuesit e denoi atë, ai ishte rrëmbim në duart e policisë dhe e denoi atë si një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Një. Së dyti, nuk kam asnjë faqe, asnjë flet, asnjë gjë të atij projektit, megjithse ju them këtu, e kam ndjekur me shumë interes të gjitha publikimet që janë bërë. Së treti, me qenë se e doni këtu, Partia Demokratike është parti që mbështet fuqimisht investimet e huaja. Dhe kjo parti në pushtet, ja këtë tani ju kërkoj ta mani shënim, ka patur një ligj. Një ligj i cili zgjidhte në mënyrë të plot dhe totale çështjen e pronësisë. Cili ishte ligji? Ligji thot këto: në rast se qeveria miraton një projekt të një investitori të huaj, i cili është bazuar në dokumenta origjinale shtetërore, pronësie, kadastre, dokumenta origjinale, çdo problem që lind pas miratimit të qeverisë, qeveria i përgjigjet palës me çmimin e tregut. Ja u them këtu, pse u vu ky ligj? Ja u ta dini. U vu ky ligj sepse konstatoja që me investor shqiptar nuk ndodhte, kurse me investorët e huaj vraponin pas pengmarrjes. Dhe informacionet që më vinin, dilte njëri, thoshte jo, thoshte, do paguash kaq se jam kaq. Dhe kjo linte vendin pa investime. Atëherë ne ç'bëm? Në qoftë se ti vjen, nuk jam unë ai që them se s'di që janë dokumentat, po që dokument shtetëror do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Do t'i dalë zot dhe do maj përgjegjësi. Kështu është shteti. Priti minutë, të lutem një minutë. Jo, një minutë ta seroj këtë se është shumë e rëndësishme kjo. Unë do t'i dalë zot dhe do të maj përgjegjësi. Dhe në qoftë se ty pronar të kanë shkel të drejtën e pronës dhe janë firmos dokumenta mbi të, përgjegjësia është e shtetit. Dhe ai që ka bërë këtë do marrë përgjigje dhe shteti do të përgjigjet ty, do të përgjigjet me vlerë tregu. Është ligji që detyron shtetit me vlerë tregu. Dhe do të them një gjë, që kur doli ai ligj e Gjersalam pushtetin, ka patur 0